طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit të nderuar, për shkak të rëndësisë së madhe të temës në jetën e muslimanit, edhe ajo është prej shtyllave të islamit namazi, apo prej shtyllave të islamit është namazi, pas shahadetit, normalisht shtyllë kryesore e fesë është namazi. Bile kemi trajtuar çdo herë, shumë herë realisht e kemi trajtuar, edhe kemi thonë që në mesin e dietarëve, aq është e rëndësishme, aq është i rëndësishëm namazi, sa që ka pas marrëveshje është musliman apo nuk është musliman. Më thonë, çaq rëndësi të madhe i kanë kushtu. Ne jemi prej atyre që themi është musliman gjunaqçar. Argumentet më të fuqishme janë që është musliman gjunaqçar, mirë po përderisa në mesin e dietarëve ka mosmarrveshje, atëherë çështja është shumë e rrezikshme. Apo mirë, nëse Allah subhanahu wa taala ta ka mundsu ty o vëlla, më kon namazli. Elhamdulillah, je namazli, ka deshur Allah subhanahu wa taala me qenë namazli. Po dije se e ki obligim edhe familjar të fëmijët, apo kupton, mi udhëzu mu bo sebe për udhëzim, dhe për atë arsye, tema sot me ka të bëj me si t'ja bësh të dashur fëmijëve tuaj namazin. Ty të ka udhëzu Allah, alhamdulillah. Tash qysh m'ja bë dashur fëmijës tonë namazin. Mas pari duhet me ditë rëndësinë e namazit. Sepse thot, me të vërtet, edukimi i fëmijëve është përgjithësi, dhe kjo përgjithësi i takon prindërve. Kjo përgjithësi i takon prindërve. Se thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, thot çdo foshnjë thot lind në natyrshmërinë e pastër. Qysh natyrshmërinë e pastër? Çdo fëmijë lind si musliman, me shpirtin e pastër. Edhe prej krishterit, edhe prej jehudit prind, edhe prej idhujtarit, prej çdo personi në dynjë, fëmia kur lind me shpirt të pastër, se çaj shpirt mas pari ka dëshmu para krijimit trupave, kur i ka thonë Allah azza wa jall, alastu bi rabbikum, a nuk jam unë Zoti juaj? Çata shpirtra kanë thonë qalu bala, kanë thonë gjithsesi. Domethënë shpirti ku del bashkë me trupin është musliman. E çka bëjnë prindërit pastaj? E bëjnë krishter, jehud, apo idhujtar, apo ku e diune. Që i bia peshini që prindi pas ka rëndësi shumë të madhe? Nëse një fëmijë i yti dhe jemi nuk kishte me qenë fëmijë joni, kishte me qenë për shembull me një dom të fëmijëve, apo që janë për shembull këto, po edhe e merr për shembull një shkanë Serbi, apo një jo musliman e merr fëmijën tonë. Ky fëmijë çush ishte edukuar vllazni? Ishte edukuar në kulturën edhe fenë e tyre. A përshë sa ka rëndësi edukimi i fëmijëve në islam? Andaj shumë du të me pas kujdes që mi këshyrë fëmijët. E fatkeqësisht në përgjithësi duke u nis nga vetvetja, secili prind kur ta sheh fëmijën e vet nuk mendon që fëmia mundet me deviju. Se bën vetë fëmia jam këto. Se nuk mundet me perceptu me thonë fëmia jam, jo, më çfarë s'ka mundsi. Mos besoni. Nuk po them 100% mos mi besu. Mirë po mos besoni se është fëmia, e mashtrojnë subhanallah. Dhe thot Allah subhanahu wa ta'ala, ja ledhina amenu, ku anfusakum, wa ahlikum nara. Thot, o ju që keni besuar, ku anfusakum, runi vetet tuaja, mas pari po thot, runi vetet tuaja, wa ahlikum nara, dhe familjarët e juj. A më thonë qëfar? Thot, runi familjet e tuaja nga qka? Nara, nga zjarri. Lëndët e cilët, lëndjekset e cilët janë njerëzit edhe gurët. Ta më shë, mas pari po ruje vetën, pastaj ruje gruën, fëmin, e pastaj në gjeti. Pse s'po thotë ruje babën edhe nonën? Po pikrisht familjen e ngusht, po thotë. Familjen e ngusht, gruja dhe fëmija. Sepse prindin nuk mundesh ti me ka përdore prindin. Ki përgjithësi me këshillu, po jo përdore së ne marrish. Ndërsa fëmin e marrish përdore, mos e bën këtë gjëna.
E babës çka I thush o bab, që kjo është haram, mos e bën koj diune, a fëmis nëse e she me cigare në dorë ja hek cigaren. Babës unë ja hekish. Ma për atë arsye, te prindi ka dallim, tjetër përgjithësi është, te fëmia, te gruaja është tjetër përgjithësi. Dhe më shumë I ka dhënë rëndësi familjes ngushtë që është gruaja edhe fëmia. Nga gjërat më të rëndësishme që duhet mbjell prindje në zemrën e fëmijës është dashuria për namazin. Mja bo dashur fëmijëve, mi marë fëmijët në xhami, apo sa shëhret për shembull në Bajram, atë ditë kur e falën Bajramin, çfarë shyriti I madh me fëmijë. Unë të mojt, I kon turshiti flamur, të mojt ligjeratën në hudbe, po edhe këtu të e mojt, djali një vllau të e mojt hudbën, veç mu afru, veç kur hypi ati. Po, në më thonë, erdhë u afru, ati qëfar knatësia, po, 2 herë erdhë. Më thonë, knatësia është kur ka fëmi, ka bereqet. E për atë arsye, kur fëmija mësohet, në kësi ambiente, kur e shef fëmin, po kush e merë, baba e merë. Ani edhe ne të pisket bërë fëmija, se të na në xhami për shembull në Kosovë ka plet caktum që pisket fëmija zbën rreth I pisket fëmis, mos I piskat. Le të vjen o vëllai, alhamdulillah, le të vjen, le të mësohet, le ta sheh xhamin, le ta sheh namazlit, le ta sheh çka është harami, çka është halali. Thot, e si jo kur namazi është nga bazat e fesë, siç tham, shtyllë e dytë e Islamit. Edhe ti kur ti tregon fëmijës tënd që se pejgamberi sa më ka thonë urdhënoni fëmijët tuaj në moshën 7 vjeçare me fal namaz. Nuk e ka obligim moshën 7 vjeçare fëmia. Nuk e ka. Mirë po me mësu në një aspekt. Po vjen 3-4 vjeç, 5 vjeç, a pas raste unë djalin tem, I ka pas 4 vjeç, shtot. Çka dinaj për namazin, domethënë. Edhe vike në xhami, ja blisha një chips. Edhe në qoshe që të tapë, rike, edhe vetë chips hajke edhe në këqyrë këtu fali. Njëherë shka konë më interesant, ja? Na ishim namaz edhe hypin hutbe, na ishim këtë namaz. Hypin hutbe, jo hutbe të gjumas, po namaz kështu. Edhe tash menja shejtani ma qeke, këj vogël fëmi, subhanallah, 3-4 vjetë, po hyp ka dole në shkollë menja jeme, po thëmë, tash këtu nalt, është qilë, e po shkën po bjerë të poshtë. Atë të hutbja nalt, atë, o, zotin ma të inshallah ma shpet, kryet namazëse, ka mu lomit djali. Edhe aj nuk ishte embluma, jo. Po menja, edhe tamam na veç në të hijatu, në të shehut kem, edhe tamam dham selam, veç pi natit u nisi atje, këtu të na bo neve. Të na bo neve kështu. E përdu me thonë, mi eduku fëmit që me pa xhamin, mi pa vllazni, xhamatin, përgjithësi, edhe e afrohet. Mos harroni nëse ju bindjen ja futni në zemër fëmis edhe dashurin për film. Herë do kur do edhe nëse devijojnë, po thom Allahu na rujt, edhe nëse devijojnë. Edhe nëse devijojnë. Edhe nëse devijon fëmia, nëse ja mësoni tauhidin prej fëmirisë, herë do kur kthehet ai. Ka pas raste. Fëmijët kanë qenë besimtarve, edhe kanë falë namaz, kanë dalë në Evropë. 15, 16, 17 vjetë, I ka kapë të njoja. Po, në të mdajt, po devijë, le më fëmija. 5-16 vjetë është shumë letë me deviju, sidomos në kone e pubertetit, du të me rujtë fëmijen. Jo veç këtu edhe atjetë e na. Po, kur I ka bon 20 vjetë, 21 vjetë, o këtu I prapë, subhanallah. Pse se e ka pas bazën në fillim, që e ka dhonë prindi. Për atë arsye, në të sistem që fëmijët mi rujtë, sepse e kemi përgjësi. Dhe a ki që fëmin tonë me por në gjenem, Allah. A bëshe? Më thonë, alhamdulillah. Pastaj thot çfarë namazi është emanet që nëse lihet njeriu ona rujt se namazi nuk të lën me bë gjunahe. Ti bën gjunahe. Për shembull, për drek e fol namazin. Deri në qindi bën gjunahe. Kur vjen i qindia, dve marrë për Allahut. I vjen sejdë Allahut azza wa jall. Prap kada ka dole inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtet thot namazit largon për të këqijave. I vjen marrë për robit këtë bjen sejdë subhanallah, shka bona thot subhanallah. Po ashtu Muhamedi alayhi salam thot kur robi thot Allahu akbar në qiyam, gjunohet I ka këto. Sikur thot gjethet habib, sikur gjethet.
kur bjen ruku edhe në sejdë bin gjunahet. Na më thonë bin, subhanallah. Çfarë mirësia madhe. Allah aleikum salatu wa barakatuh. Bile aqisht është i rëndësishëm, apo thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Thot paqja, besatimi. Çfarë çfarë fjalë madhe. Subhanallah, që ky hadith i ka shti ulemat, pastaj më kon me pas mosmarrveshje. Është musliman, s'është musliman. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat. Besatimi thot mes nesh, edhe aty në kujt jo muslimanëve. As-salat është namazi. Thot faman tarakaha faqad kafar. Thot kush e lë namazin, s'fal namaz, ka bu kufr. Ka bu kufr, thot, subhanallah. Por se pasaj djetarët e kanë thonë është kufr i madh, kufr i vogël, është çështje tjetër. El muhim e rëndësishme është që është gjuna shumë i madh ai që s'fal namaz. Kushdo që s'fal në familjet tona mundojni m'ia tregu rëndësinë e namazit. Mos me lon namazin. Jo po që një namaz për fal, jo 5 fal vëllaja. Ai me një namaz fillon, por se gradualisht me fillu edhe 500 me fal me lena Allahut subhanahu wa ta'ala. Lënsi namazit subhanallah kërcënohet me dënim të Allahut. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, ma salakakum fi sakar. Allah thot në Kur'an, kush ju solli juve në sakar? Sakar është emni i xhehenamit. Emni i xhehenamit që e ka përmend Allah. Edhe thot pyeten ata në xhehenam. Thot kush ju solli juve në xhehenam? Thot ne ishim për atyre që nuk falnim namaz. Subhanallah. Ne ishim për atyre që nuk falnim namaz. Dhe më thonë është çështja e rrezikshme. Dhe më thonë qatë xhehenem janë edhe muslimant edhe jo muslimant. Bashkë janë, edhe muslimant dhe jo muslimant. Mirë po muslimani kur e ka shahadetin, apo i ka disa vepra të mira, se ka namazin, ka bo gjuna të mëdhaja, me një kohë caktuar i del prej zjarrit, për shkak që është musliman. Sepse ka me qenë një debat në xhehenem mes muslimanëve edhe jo muslimanëve. Jo muslimanët kanë mi thonë muslimanëve. Çka ju boni juve dobi shahadeti? Që thot na jemi musliman, bashkë në xhehenem jemi. Bashkë jemi në xhehenem. Atër Allah subhanahu wa taala nga mëshira e tij e nxjerr njeriu që e ka pas shahadetin. Që ka thonë një musliman, ka bënë ai vepra të mira të këtu, u kon me gjuna dhe këtu, po Allahu pas larjes gjunaheve në zjarr xhehenemit ka mi nxjerr. Sepse dhe xhehenemi është kategori. Ka prej kategorive të zjarrve të xhehenemit që zjarmi i xhehenemit do t'i vjen deri tek pulpa e këmbëve. E gradualisht deri sa bot lav njeriu, krejt. Lav. Ka prej namazlive që janë xhenemli. Hyshmëre. Mirë, po mëshira Allahut është që pjesë të sejdës, pjesë të abdestit nuk i prek zjarmi i xhehenemit. Ama këto tjerat i prek. Po pse? Ky është namazli. Mirë po përgojen, bën gibet vllaznit. I bën padrejti filonit dhe fistekit. Apo fol djathtë të çmojt për vllazni musliman, në përgjithësi i prish njerëzit. Ky person ka me dhënë llogari tek Allah subhanahu wa taala. Derisa del domethën prej zjarmit xhehenamit. Por ata që është edhe halallëku, domethën halallëk duhet mi kërku vllat musliman hadishto. Thot Allah subhanahu wa taala, urdhroje familjen tënde me fal namaz. Urdhroje thot familjen tënde. Qatë familjen e ngushtë që shtam na, apo? Pastaj thot, janë të shumë llojshëm urdhra që i jep prindi fëmijës. Kryej mirë detyrat, mëso ti jesh, pse subhanallahu se dikush, a keni vrejt për shembull, kur i thot, mos e çotë herët në sabah fëmijën. Pse ka qenë fëmijën herët? Le të rritet nat fëmijërinë e tij. Pse jep urdhra, po, e pse pi apristi fëmijës gjumin në orën 6:30 me shku në shkollë? Aty po bën, a? Pse për namaz feçon 6 sahatë me fal. 6, 5, 7, kur është vakti. Pastaj tjetër, nëse fëmia yt është të lujt me lojna në telefon, tërkohën, pse pja ndërprejnë knatësinë e tij të fëmijës tonë mi thonë nesër ki detyra, a pja prish knatësinë fëmijës? Po, pse këtu s'po të dhezët ai senzori me thonë leje fëmijën
Çka pi thu ti, bën e këto, bën e ato, shka dënë të bën fëmia. Opa, këta. Më thonë, aty ku po ju konvenon, po thonë jo, nuk bën. Jo bën, realisht. Nuk ka liri totale, o vëlla. Për atë arsye, është edhe psikologjia i mëson ligjet e ndëshkimit edhe shpërblimit. Që shbem me ndëshku fëmina? Po, fëmia ndëshkohet e merr ndëshkimin kur ti ja hek, midis lojës ja ndërpret lojën kur ti ja hek ti telefonin. A e merr ndëshkim ata? Pse këtu nuk pe godet prindin? Përdore një strategji për fëmin tonë, nëse e bën që ta e mësën një sure, e ki ka që shpërblim. Nëse nuk e bën këta, 3-4 dit nuk ki me përdore filan lojën, filan telefonin. Truni njeriut, psikologjia vete ka mësu, që pa u konë ligji në dëshkimit dhe shpërblimit, nuk ecë ky sistem jetësor. Apo këmë të qoftë e fëmijët, qoftë tek të mëdhenjet. Te fëmia nuk është me godit. Apo ko? Te fëmia nuk është me qunë burg. Sepse su ne banë fëmia. Mirë po e ullë nivelin e ndëshkimit edhe shpërblimit tek fëmica e banaj. Ma me një aspekt, ja hekvesh telefonin pak i thu, 3 orë nuk ki me marti telefonin. Bëje që ta. I ki që kaq shpërblim, bëje këta. Edhe e nëzisish. Për shembull, garat e Kuranit vllazni që bëhen, a japin pare në garat Kuranit? Deli pari, dyti, treti, a ka ndaljes? S'ka. E nëzit. Përsëritje, ku e di unë, anë ama i jeta ja. Më thonë, du të mi ditë këto metodat që fëmin me afru edhe, do më thonë, me janis namazit. Thot, Allahu, pejgamberi sa më thot, si shta murdhoni fëmijët tuaj në moshën 7 vjeçare. Shumë baballar, do më thonë qka, i thot kry këto detyra, boj inxhinier, boj doktor, boj këto, boj par, mos i boj pare as i mromi, ka midisi që atë janë iknit, gjitha këto fjallë, janë për fëmijët. Mirë, po thot, ku jenë të namazit, thot le, thot, ja, le, se i fëmijë, ka dal njerë, ka dal. Edhe e largon, do më thonë, prej fesë Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur të pyeten, si shta masele këkom fi sekar, ato e trajtuam, po ashtu, thot profeti a.s. të gjithë ju jeni ruajtës dhe çdo ruajtës është përgjegjës atë që ka në përgjegjësi. Thot burri në shtëpinë e tij është ruajtës dhe ka përgjegjësi për atë që ka në përkujdesje. Gruaja është kujdestare në shtëpinë e burrit saj dhe ka përgjegjësi për atë që ka në përkujdesje. Gruaja shumë ka përgjegjësi për fëmijën e vet. Shumë ka përgjegjësi në atë kontekstin që është shumë më afër fëmijës. Se baba del për jashta, tash na nuk jemi kundër asaj që me thonë haram është me punu gruaja. Nuk po themi, nëse gruaja punon me një ambient ku është halal, s'ka problem. Nuk po themi që është e ndaluar. Porse, sikur të kishte me qenë veç burri me punu, ekonomia më konë mirë, i kishëm thonë ma mirë, rri bre grunë në shtëpi me edukoj fëmijët. Se fëmia e lyp nonën e vetë. Fëmia të ditën vetëm kër është në shtëpi. Baba delani, gruaja ani, fëmia vetëm. Kur vjen gruaja e lodhshme prej punës, baba kur vjen i lodhshëm prej punës, çysh edukohet ai fëmijë? Çysh edukohet? Është problem. Ta edukon rruga, ta edukon televizioni. Ti në telefon nuk e din se çka po kqyraj. Krejt drejtshëllëçën në telefon i ki. Sa njeri për shembull futet nëpërmjet rrjeteve sociale i shkruan fëmijës tonë, çikës tonë ti nuk e din çfarë ndodh. Allahu na ruaj ku ta shohësh veç krisi dikon. Andaj runi fëmijët. Sa të muni runi fëmijët sepse një herë rrshet, pastaj mos u afro. Nuk pas raste në Kosovë moshën 3-14 vjeçare ja kanë nis drogës. Edhe të merru kon për familjen. Të merru kon, vallahi të merr, se droga është çështje shumë e rëndë, është një shprehi shumë e madhe që s'mundesh me ikë qatë shlet. Bile thejke, subhanallah, qaj djali i ri thejke ku të kap droga thejke, mëre më konë me një deti që e she brenda është 10 kilometra, ndoshta po e zoma, po ti e në gjendje me shku 10 kilometra me shku me lyp qatë drogën.
nuk kithej ke damar kërkon për heroin, me godit shpricën, hiq. Thot, a ki qëtu një damar, qëtu munosh me fut gjilponën, vetëm me marë drogën. Që do më thonë, është të merë i vërtet. Ki që fëmija jo të më konë që atë, jo shkon dhe aty. Ama rrugët janë deri sa të shkon dhe të ajë. Allah në Kur'an ka thonë, wala taqrabu zina, mos i afroni ka thonë zinas. S'ka thonë, mos bëni zina. Mos i afroni qka? Mos me shiku haram. Mos me fol haram me femna. Mos më konë bashkë të në konë femna a mashkoj, djali jëtë, qika jote, ko e dione, sepse që të dhinë se bepe, kada ka dole, për më arë në fund dete zinoja, apo për më arë dete droga. Kërkush s'ka fillu me heroin. Mas pari ka fillu me cigare, alkohol, drogën e kam përdor veç këto marihuanën, apo këto që janë klik, apo fillimisht, gradualisht desa o rrit, në fund ka shku në heroin. Në kokaina, apo ko e dione. Po ti po fuli shumë larkë, du të me fuli shumë larkë, sepse arrin. Edhe pastaj ti bëhësh, Allahun arrujt, thush, e akuzon vetë vetën, pse si rujta unë e fmitë. Pastaj thot, si do të përgjigjesh o baba nëse të pyet Zoti për fëmijët tuaj, ki më përgjigjesh? Ka me të pyet Allahu subhanahu wa taala, se i kim përgjegjësi, si do të përgjigjesh Allahu ti o i nën, thot, për atë që ka mbollë në shpirtin e loçkës tonë, thot. Ç'vlera ka, shumë baballar neglizhojnë edukimin e fëmijëve, po të meditojmë pak ata vet janë shkaku kryesor që i ka çuar mosbindje fëmijët e vet. Shkaku kryesor është prindi. Kryesor është prindi. Sa i s'den fëmijë është. Ai s'den 3-4 vjeç, 5 vjeç, 7 vjet, jep një çokoladë, jep një sen, jep një po tregon një vëlla. Në xhamat lik këtu, tha vjen për shembull 3-14 vjeç bën krime. I jep parë, ai e konsideron si baba ata në një aspekt. I jep parë një ditë, hajtë edhe një ditë parë, fëmijës në për rrugë, jep, dikur i thot vroj çto çka çki parë. Edhe bën krimin. E bën. Pse sa ai e konsideron si lloj të afërmit të tij. E shfrytëzon që mos me zonë burge ato, apo? Se është 14-15 vjet, është minoran, është 9-16 vjet. Se mbi 16 vjet e ka ligji 18 sa është këtu apo tani ç'është. Pastaj thot në ajetin kuranor thot urdhroni urdhrin ndaj prindërve ka ardhur përpara urdhrit ndaj fëmijëve, subhanallahu. Para fëmijëve ka ardhur urdhri ndaj prindërve. Si t'ja bësh të dashur tash namazin fëmijës tënd? Thot ka shumë prindër që nuk din si t'ua bëjnë të dashur namazin. Je shembulltyre mirë për fëmijët. Se thot Allah subhanahu wa ta'ala, ta'muruna an-nase bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala ta'qilun. Thot a ju pi urdhroni, thot pi urdhroni njerëzit të bëjnë punë të mira, ndërsa realisht pe harroni vetveten. Shpesh për shembull ndodh rastet caktuar, ti i thush fëmijës bën e këta, i ke thonë fëmia është sikur kaseta përpara që u konin që zot. Dhe nëse ti nuk e bën, thot o bab, ti vetë s'pe bën, çish po më urdhnon mua. Edhe fëmia i inqizon senet. Nëse baba në shetu lexu libra, edhe fëmia ka më ndiku me lexu libra. Nëse baba në shetu bu harame, edhe fëmia ka me bu harame. Nëse baba në shetu që e ka mush aty me alkohol, edhe fëmia ka më ndiku me pi alkohol. Që thon një fjalë tek ne dardha nër dardh pik, nuk pik dardha nër modh. Më thonë e rëndësishme është që ti më konë shembull, kur ta shej shembullin se fëmia i vogël shembull kryesor e ka babën e vet. Po mirë po, baba duhet njerë me mësu, fëmijën e vet. Edhe mi thonë, ka thonë Muhamedi alayhis salam kështu. Edhe me bo një vepër, që jo haram, po mos me bo një sunet pejgamberit alayhis salam. Edhe mi urdhnu fëmijën e vet realisht. Jo me bo, po me urdhnu. Në kundërshtim me fjalën e pejgamberit alayhis salam. Edhe fëmija me bo, që ty me qërtu mi thonë, o djali jam, para fjallës pejgamberit alayhis salam, mos e dëgjo fjallën teme. Sepse Muhamedi alayhis salam ka thonë, thot, nuk ka bindje krijesës, më ju bind krijesës para krijuesit. Dhe më thonë, a i shembull ty të ka, realisht të ka fëmija shembull ty. Mirë, po qka? Në momentin kur ti e kundërshton urdhrin pejgamberit, ti mi thonë ka dalë, që tu mu më së nga. Edhe e fusish në kokë të aj, që aj më kurën e kurës nuk ka me marë fjallën e dikuj tjetër
pos pejgamberit alayhisalatu wassalam. Më thonë jo, se të na thënë baba më ka thonë, baba kështu, baba po elhamdulillah, baba që të ka thonë, nëse është në pajtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse babai është shembullor, shembull tërkohën kur ta shef fëmia që fal namaz. Edhe një prej suneteve është që farzet falen në shtëpi, sunetet falen farzet falen në xhami, sunetet falen në shtëpi. Shtrohet pyetja pse? Ka bereqet. Kur ti e fal në shtëpi sunetin të gruaja, që fëmija e që ka bereqet në shpe, lexohet Kur'ani, kur falet namazi, shejtanët largohen. Pse po kemi telashe në përshpia? Sepse kemi harame. Kur ka harame, normalisht që vjen shejtani. Nëse kemi fotografi, idhuj, skulptura, ku e dione përballi, kemi pse në për xhamia nuk ka fota? Pse kur të vim xhami e nim një lloj qetësie shpirtërore, shtrohet pyetja, se veç ibadet ka. Kur dojmë një haram me bua, keni vrejt për shembull, jo ka dal ta rujmë shetrin e xhamis, çdo herë thoj. Kur dojmë diçka me qenë në telefon, me na dal në haram e nalim. Për njerë e nalim. Pse shkaku që e rujmë shetrin e xhamis? Kur ta rundi shetrin e xhamis, shejtanët largohen. Edhe jo rastisht dietarët kanë thonë që nëse doni me e shëru depresionin, mërzin, njerëzit që kanë depresione, thot me nejtë sa më shumë në xhami. Për shkak qetësisë shpirtërore që e ki. Ti e fal në xhami, namazin, të shef fëmia që përshkon e merr dorë për dorë, edhe në fund pastaj e fal, edhe do të thot sunetin e fal. Po kështu edhe gruaja le ta lakmoj ta fal namazin në shtëpinë e vet, kur të dëgjoj muezin duke thirrë ezanin kështu me radhë. Folu fëmijëve për meritën e namazit dhe rëndësinë e tij. Mund të thot fëmijës, a e di o birim se falja namazin në kohën e vet është puna më e dashur e Allahut? Me thonë, o djali jam, o qika jame, puna më e mirë të Allahu, me apo dashur Allahun, krijuesin, është namazin në kohën e vet. Kohën e vet dietarët kanë thënë kohën e parë. Si ti namazit që atër kish problem të madh. Nuk po themi që nuk lejohet me shty në herë deri, dhe më thotë për shembull, një 15 është, një 14 është namazi i drekës deri para 6-ve. Tash nëse faltim 5 e ki tamam namazin, nuk të ka kalu kaza. Por se po themi më e mira është në kohën e parë me fal namazin. Më thonë edhe në xhami. Pos asaj kur kemi në përpuna, si jemi në përpuna, jemi lartë xhamis, është diçka tjetër, sepse në hadith ka vllazni. Te ju është pak ma problem, për pos atyve që i kanë afër dhe jënë afër, nuk jënë punë për momentin, ka thonë Muhamedi a.s. Kushdo që e dëgjon ezanin, shikoni, kushdo që e dëgjon ezanin, edhe nuk i përgjigjet ezanit, me shku në xhami, thot s'ka namaz. Hadithi. Thot nuk ka namaz. Subhanallah. Të na është problem, se të na njën të na ondë. Unë që të e kom, as 700 metra e kom namaz, ezanin. Po si u përgjegja, pa arsye, mund është me morë më katë, po themi që s'pranohet në shpe. Namazit pranohet në shpe. Por se, nuk e ki 25 dhe 27 sevape, shkallë, që është aja. Edhe xhamia bon që me pas unifikim muslimat, me bashku muslimat ma shumë, bereqet me pas ma shumë. Këtë na falim, elhamdulillah. Ama kur po vim në xhami, është një bereqet tjetër. Para me nësë subhanallah në gjumo edhe në bajram. Sidomos në bajram, mo që u mush krejt. A ki po çfarë knatësie? Kur gjobre nuk ki, a ki na je interes? S'ki, as një interes. Veç kur ta shet xhamatin, vllaznit, këtë bashkarisht, të knaqet zemra. Të knaqet zemra, Allah. As po t'jep dikush pare, as s'pe bësh për pare, as ku e diun për kundrazi, dhurata ju japesh bile. Ama jo, ti për shembull që i ke dhonë, ti s'ke marr, ti je kënaq. Më shumë se ata. Apo kupton? Që kjo është e kënaqësia e imanit, subhanallahu, wallahi billahi. Thot janë të shumta, po ashtu Muhamedi alayhi salatu wassalam thot në kohën e vet, siç tham, janë të shumta hadithe që flasin për meritën e namazit. Thot shokëve të tij, ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, sikur do kush ta di, mi thon djalit tant, se çfarë shpërblimi apo çfarë pastërtie ka namazi, është sikur një person, sikur një lum që vjen tek lagjja jote. Edhe 5 herë në ditë ti pastrohesh.
Çfarë gjinoj mbet, çfarë fllëcine mbetet në trupin tënd? S'mbetet. 5 herë në ditë ti mulate që ai lum. 5 herë në ditë. Çështo është puna e namazit. Nëse ti folesh 5 herë në ditë, ti ki më koni mbrojtën, ty kanë më të falë gjënohet. E këtë sene, kur ti ja transmeton këto fëmijës, janë ngulit në kokë edhe fëmija, vëllai mon mend senet kur është i vogël shumë. Mas 20 vjetë, i bën 20 vjetë, 25 vjetë, i mon mend ato fjalët e tua, se memorien e ka të fuqishme. Për atë arsye themi që fëmijëve du të mirujt prej gjërave të këqija, se i mbesin në kokë. I mbesin në kokë trauma që thënë fëmijët, apo marrin, mund smund njëtën në kokë, pastaj. Mësoni fëmijët tuaj se thot, e mos harro ta përkujtosh pemën e shpirtit tënd, edhe thot se namazi është gjëja e parë me të cilën do të merret në llogari, thot e para gjë që llogaritet robi ditën e Kiametit është namazi. Punën e parë që ti ki mu vetë, ki mu pyet në ditën e gjykimit është namazi. Po e po të namazin në rregull, atër gjëra tjera kanë më konë shumë ma lehtë. Nëse farzët se ki pas në rregull, në ertë ka ikë, sunnetit na filet kanë mu vendos tek farzët. Po ashtu mësoja fëmijës tënd thot rregullat e pastërtisë namazit, prindi duhet të mësoj fëmijët normat e vajtjes në banjë, abdestin, gjitha këto gjërat. Urdhroj fëmijët e tu që të falen në moshën 7 vjeçare, siç tham. Po ashtu merri me veti në xhami fëmijët tuaj, fëmia ju duhet të adaptohet me një atmosferë adhurimi, thot Imam Maliku o pyet për një person që vinte në xhami me një djalë të vogël, a pëlqej një gjë e tillë? Imam Maliku i tha, nëse i ka marrë normat e edukimit dhe nuk sjell trazira, apo se ka fëmijë që janë pak ma hiperaktiv, që bëjnë çet zhurmë sen, atëherë mund me thonë që duhet mi eduku para se mi pru. Apo, e pa nëse vjen si qysher këtë djali i vogël, se nuk bën telashe kur gjë, mos u bën me rak për këtë gjë, s'ka ndonjë të keqe po ta merr me veti, thot, përsa i përket xhamatit i këshillojmë të bëjnë durim dhe të mos tregohen të ashpër me këtë gjë. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu yashkur.